Albin Kurti punon kundër shtetit të Kosovës. Pik, kaq. Tani, mënyrën e zhbërjes së këtij shteti, ai ka gjetë disa solucione ose disa mekanizma të cilët është ka i përdor. Kur flasëm për energjinë, na flasëm për energjinë. Po, Rryma na ka shtretu. Okej, dakord. Na ka shtretu Rryma. Po, a di pse u shtretu Rryma? Se është luftë në Ukrainë. Që në Ukrainë, po, vallaj. Që. U shtretu Buka. Po, se është luftë në Ukrainë. A ketë gruni bëhet në Ukraina? Më thonë, një qeveri normale zgjidh solucione të reja. Zgjidh mënyra se si mos m'ja bë jetën më të vështirë qytetarëve. Por që kë e ka zgjedh këtë rrugë. Qëllimet e tij është i çuar në pikën e caktuar. Po mënej, kur po flas për audiencën, këtë gjë e kam kuptuar prej kur e kanë zonë në Qebe atje në Klin, në Kerr me ata kolegë në Binq. Po, njerëzve nashta dhe ju duhet kohë ma e gjatë, jo pse unë them që unë një ma e meshëm, se unë i përkasoj shoqënia dhe unë nuk pe diferencoj veten këtë rast. Po, janë do sene, janë do isharete, thuhet në Harilaç, që ty të dojnë me kuptu kush o ky njeri. Në qoftë se ky ka ardhur me idenë për bashkimin kombëtar, e më nuk shkon as në Shqipni, se atje ja kallëzuan vendin. I morën 1200 vota dhe i thanë, Zhdjergu ka e ardhur se këtu vend s'ki, tash e ka zgjidhje Greqinë, mas në Shqipni nuk shkon. Unë nuk di çka duhet, edhe pse na duhet apet me dalë në televizor, edhe pse na duhet apet me dalë me fol, e mi kallëzu këtij populli që nuk është i mirë, edhe që nuk është i paditun, se kjo tha i mirë. Jo. Ky popull, jo, e kuptova, nuk du më të dekontekstualizu. Ky popull ka ditë me ngull këtë Evropën, e ka pru natën me luftu këtu me bukët vetë. A për kupten? Nuk është ky popull bashkë i paditun. Qa për ndodhë? Po që për ndodhë? Sepse në një moment e shpjegoj qartë edhe mendori. Ky ka arrit mi mytë zërat e shoqërisë civile. Një pjesë e ka shym, e një pjesë e ka inkorporu në hajnit e ti. Dhe më thonë, këtë tash, janë konë do luan shlaka që dilshin televizore, do me do protokollat që rishin kështë anash. Po, janë do mos t'hime emna tash, dilshin do në RTK, janë konë me protokoll dilke këtu në emision të mëngjesit. Po për besë, janë konë një farsoj i tyne, që ata për një diçka me bo. Hipotetikisht po thënë me ndërshala, ata me molotov, me gur, me qa kanë pas, tashmë ushqim. Ska se ata, të cilët janë konë, ata janë konë me të kalume që dihet, që kanë hangër mëngjes në menz të kuvendit krajinor. Në menz kanë hangër mëngjes, drek, dark, edhe ata janë konë të rështu. Mbe që kanë prit njonin që delë dhe ju prinë, edhe e kanë gjetë liderin. Tash ata janë regull. Edhe ky piqën në drejtimin e duhur, ku është ka i qënë? është ka i qënë në relacione që Greqia, ta është kjo asë në deti në Shqipni nuk shkënë, asë në deti. Në më thonë, kur shkënë, kjo shkënë në Greqi. Mërë këtë do të shkënë në faqet zezë, se unë nuk e kam halën e ti, po halën e kam që këtë popull është ka ja vazhdan mandatin me idenë që ka për të bët diçka, e në fakt, kë është ka e bon një gjo, është ka shkatërën ekonominë. Kur shkatërojët ekonomia një venit, shkatërojët infrastruktura bazë. Kjo që ka është të bo, kjo është të e qu sakt aty ku e ka qëllimin. Në më thonë, shtrejtimi, më falë sepse edhe qëta edhe e për mbylla. Dihet Martin Berisha, ku e ka zana filën, ku ka punu, ku ka qu pare, ku ka marë pare. Në më thonë, dihen këtë qarta, zi. Edhe problemi ma i madhe jemi, qysh po arrin me justifiku këtë. Del dje ministra Rizvanolli në konferencë për Shtyp që lidhët edhe kjo, edhe një gazetari kallëzë Pikomit,
ja rreshton një muri pyetjesh. E thët kjo pyetje, kjo, kontra pyetje e asoj zonjës ndërum, thët çka je nervoz. Që aty gazetare do të me hek këpucën e me gjujt me këpucën në ftyrë, sepse, a di pse do të me gjujt? Se asoj ja dho rogën unë. Kjo është thirrje për dhunje tonë. Jo, s'është për dhunje, është reagim. Edhe është reagim qytetar, është reagim është. Falma, është vish pak tjetër Rogën, që kanë marrë një ministër. Unë nuk guxoj, më shku menja, nuk guxoj, me sulmu dikon. nuk guxoj, mja leju të drejtën vetës, as menja më shku që unë me hek këpucën më të gjuj ty këpucë, sepse unë ty nuk do rogë. Aja ka përgjësi në raport me mu dhe fëmijet dhe lagjën, rrethin, familjen time. Aja ka përgjësi. Cila është përgjësia? Se unë ja dho rogën. Unë, mentorit ti, krejt bizneset, që kuj i quan edhe e ngreni një paralelen mes të struktura paralele në veri. Ato du të me gjujtë këpucë gazetare. Nuk jetë ti aty me përcaktu sa unë jem nervoz. As je psikologe, as je sociologe, as je psikiatre, as neuropsikiatre. Ti je me të regu qysh je ka vjedh. Ose jo ti, po qysh po vjedhin shokët e tu, qysh po vjedhin dalipet e pecet. Dhe më thonë, kjo ka rëndësi. Ti kemë nga kallëzu pse neve nga ka shtetu rryma. Pse blehet me 30 euro e shitet me 256 euro mrena një perimetri 10.000 km2. Në Bilic blehet 30 euro, në Prishtinë ta shet 256 euro. A e kuptën? Edhe ajo tash, kam ri në atë pozicionin që kushini jo mëre, kushini jo më kallëzu. Ku guxon ti me bo pyetje? Ku guxon që të kthehemi në atë temen që ai gazetari i mirë, ai servili që je theke. Po e kuptën, zotë kriminalizë, dhe kënë rritur në shmimet dhe shmimin të abanë, e ki barasysh, mas mërëm të në aksham, mas mërëm të me Arlinë Manxhukën. Zotë Haxhiu, servilin dërum. Zotë Manxhuka është kryesori që aranjën intervistat e... Ka dal. Ka dal me adhon levat e meriton, me thonë, zotëri Haxhiu, shumë mirë keni përgoju gjëra që janë në interes të publikut. Dhe veç vazhdo kështu. E kuptën deri ku e këna apru situatën. Për bez nga këna jetu kogjagat në këtë shtetë e dim. Ka pas në gjarje në Kosovë, ka pas zhvillime. Po, na po flasim pikërisht për qëtë popull që nuk... Unë, në qofë se jo ma thëni që është bon një diçka, dhe më thënë, sot i ka dalë rënë më kape dhe me biznesa, dikush e me bizneset. Sabah e aksham, hapi par i një qeverijet të tërë është pretendimi më kap me devolt. 1500 punëtori ka në punë devolli. Që ka me ba ma shumë? Hapi par, hapi dytë, zoti Bislimi, që e të thretë komisionin e autoritetin e konkurencës, edhe me direktiv e shtyjen drejt Klan Kosovës për me ndërmarrë veprime të çuditshme. Në më thonë, qka i ka po hajrë Kosova, zotit Bislimi? Jo, më falë më sa shumë e rëndësi. Po jeton, 1500 punëtor devolli në punë. Nuk ka kush më reagu. Atëherë kështë... 4500. 4500, falë. 4500 punëtor në punë. Je paga gjdo mujë. Tatim pagus njeri, për tatim pagusve ma të mëdhaj mas Noa Energetikës. O shumë e rëndësi ke më tonë. E tash. Na e kena një subjekt afarist që e ndihmon shtetin. Normalisht që ja i përfiton se është biznes. Dhe e kena një besnik bislim që kur një hajrë kë vend s'ja ka po.